I kam qejf actually. Kam shumë qejf djeksen. Më djeksen më jep. Ua, më dhe më veshët. Ua, më dritet goja, more. Mos hajdeni. Do përvëloheni me Rudin. U zhvin me atleja. Dikja vërtet. Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në Flak Fare podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm, siç e dini, falënderimet të fillimit takojnë gjithë atyre që na ndjekin kudo që na ndjekin, nëpër diasporë, nëpër Shqipëri. Faleminderit dhe mos ndaloni kurrë se na ndjekuri. Hoje Media është kanali i YouTube-it, subscribe dhe sigurisht follow në të gjitha rrjetet tona sociale, Flak Fare në Instagram, TikTok dhe Facebook. Është e thjeshtë fare, duhet të falenderoj gjithashtu sponsorat e mi. Argjendari Donaldo, birrën Epos, birrë legjendash. Argjendari Donaldo se harrova e gjeni përballë qendrës Toptani, lehtësisht birrën Epos tani ka filluar të përhapet dhe shpërndahet kudo e gjeni kudo. Rum Bum Bu, originali dhe reverse, the reserved, jam fare mirë me anglisht, reserve. Ky i ziu është kështu më macho. Mos qesh ti mos bër. S'kam asgjë me se pastaj thonë është dhun në ambientin e punës. Reserve, salamet tona me shie dhe përbërës mrekullueshëm shqiptar, Petalin, që na ka sjellë këto kartopecetat që na ndihmojnë në situatat më të vështira. Çfarë lash diçka? Jo, nuk lash diçka. I thash të gjitha dhe sigurisht tani duhet të prezantoj të ftuarën që është herë e parë në të gjithë emisionin tim, në të gjitha emisionet e mia në fakt kur e mendoj, por në të gjithë emisionet e mia, në të gjithë historinë e të bërit emisione, asnjëherë s'kam pas një borshio të ftuar. Ose mësa kam pas një bërshët, gjysmë bërshët të ftuar. Kam pas. Kam pas, orë? Jo si unë, ja. Kam pas, ishtë këtë gjithë zërje se. Kam pas, më ka qenë Alban Gjejani. Është gjysmë bërshët Alban. Po jo këtu mërë për zotri, po unë nuk kam nisu në Flak Fare asnjëherë. Po jo vetëm kaq, po asnjëherë në karrierën time nuk kam pas ftuar një gocë që në fakt është shumë e famshme, shumë kohët e fundit është pjesë e vëmendjes publike, sigurisht është shumë e talentuar, shumë e bukur, patjetër, dhe mbi të gjitha, përveç se kam bashkëpatriote, kam nga Borshi, po kam dhe kushurir. Shumë mrekulli mund të jep këto gjitha. Fairfax në Flak Fare, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam këtu, si e? Përshëndetje, mirë, si e ti? Mirë të shoh, sa vështirë është ta kesh kushurit tjetrin për shkak dhe të bësh intervistë. Si që na bëni intervista të shihemi. Po pra, këtë që e mori. Nuk bëhemi fare, nuk e duroj dot. Bishaka, thjesht iku e vogël. Unë të maj mend kur jemi takuar për herë të fundit, para se të ritakohesh, duhet të ketë vite apo jo? Po. Kam qenë shumë e vogël që kur jam në Kanada edhe. Kur ke ikur Kanada ti shumë? 13 vjeç, 12 vjeç. 13 vjeç. 13 vjeç ke i Kanada. Deri 13 vjeç ke qenë këtu? Po. Tiranë. Kam lindur në Greqi, në Athinë, e diti këtë? Po i di gjitha, po duhet të bëj sikur s'di asgjë. Do të vazhdoj, ta aktroj. Po, ti ke lindur në Greqi, pastaj jeni zhvendosur në Tiranë. Po. Dhe pas asaj, 13 vjeç ti je larguar në Kanada, në Toronto. Në Toronto. Po. Toronto. Pastaj, nëse do të diskutojmë gjitha, gëzuar mirë se më erdhi. Gëzuar. Mirë se i gjeta. Gëzuar me ose po doni me rum. Gjitha të mira ti ka këtu. Shumë e mirë. Të pëlqen? Po. Kjo është e mirë për të çka kanë ardhur të pëlqejnë shumë. Po birë shqiptare? Birë shqiptare. Kemi shumë të nga është kjo? Si nga është më? Zanave të malit. Po është. Po lexoj këtë. Po është kështu, është birë legjenda, është si epos, është epike si birë kështu. Ka kap atë karakterin epik shqiptar. Nëse flasim për ty tani. Po. Ta nisim e prekëm pak atë pjesën e parë, por para se të vazhdoj tek pjesa e dytë, do të pyes si ke marrëdhëniet me djegëset. I kam qejf actually. Kam shumë qejf djegëset. Më duket se do dështosh sot. Po pse po vazhdoj të marr njerëz që kanë qejf? Se di. Edhe vazhdimisht them një gjë, duhet i pyes të tuajt para se ti marr. Harroj ti pyes. Më djegsen më jep. Po na prishën punën. Duhet Flak Fare. S'është ai flak, është flare. Nice, do ta shohim se sa rezistente je. Alessio dhe Landi na dolën të fortë dhe Fifi. Çuditërisht. Ke pas Alesion, po, menaxherin tim. Me menaxheri jot Alessio. Alessio Alia, i të përshëndesim. E përshëndesim Alesion, gjuhën e ka të veshur me gips, nuk e di. Ai dia nuk e di domethënë, ai kishte ngrënë kështu për këto. Kishte qenë, Kishte,
që kishte ngërë ngjarë prinj, helmuse, gjëra kështu kishte qenë nëpër këto. Ç'li e ka? Njerëz si Alesja. Njerëz si Alesja. Po dhe njerëz si ty, në fakt, ku e mendoj. Dhe ti e veçantë, sepse në fakt në fund të ditës ti të paktën me sa unë mund të të gjykoja objektivisht nga jashtë nëpër rrjetet sociale imazhin që ke ndërtuar, duke qenë një karakter alternativ, ekzotik për realitetin shqiptar me këtë stilin nuk e di si ta quaj, mase mund ta quaj çik të guximshëm ose ndryshe ose bold, si mund ta themi shqip, domethënë goxha si është fjala bold shqipore? Është problemi i madh ta kthesh tani. E shikoj që kemi problem terminologjisht si mund ta themi shqip. Po, pyet njeriu e gabuar. Në fakt, do të kishe pyeti mua dhe unë se di tani. Po që goxha i dukshëm i theksuar, po themi. Mund ta themi. Për kompliment, Jo, është në fakt. Edhe ke tërheq vëmendje sepse është nga ato rastet e pakta në realitetin shqiptar që kemi parë DJ-a. Goca, nuk para ka, ma e mënd Misilda dikur jo në të kujtohet, ka qenë ndër të parat, po nuk është se kemi një traditë të madhe të patur i DJ. Tani si mama nga fillimi, ti u largove në Kanada, atje ke jetuar, besoj, punuar, çfarë ke bërë aty, më thuaj çik? Kam mbaruar për Computer Science, shkencat e informatikës, po. Kam punuar 2 vite në këtë industri, pastaj kam punuar edhe tek Business Flight, që është interior design, tapiceri në Shqip, riparime për produkte të vjetra, karrike, whatever. Dhe nga Computer Science, pastaj di që ke qenë pjesë... Se si kemi nisë akoma! Ua, do provojmë spicy, ore? Po, ore, po ti pse flet si Borshi? Ti se zunë se kuptoj. Po nga Borshi jam. Po nga Borshi, po a ke jetuar në Tiranë? Kam jetuar në Tiranë, po se di nga që flas me nënën, me nënat, edhe ato e kanë, po e kanë shpo, e kanë, du me thënë tekstin shumë fare. Gjano, haj, se do t'i. E që bëre, sa ke marrë hiç telefon më marrë. Edhe më ngeli dhe mua. Pastaj kur dal me njerëz, pastaj ti nga Borshi kërkon mua mos flas si nga Borshi. Jo, nga Borshi. Është e pamundur. Ti ma ngjall atë aksentin. Direkte. Ec, ha, tani se na çmën, ha. Për çat folur që kemi kur e mendoj. Gjizona ndë është, priek. Jo mos e i mbajmë gjitha, e kam loj me Joni këtu gjitha, nuk zërës e live. Live jemi mu. Kur mendoj, harroda. Jemi live? Po. Po, bek të ferma. Po. U ktheva në ferm. Po. Si të duk? Ferma? Po jemo kjo. Si, e kam seriosisht, si të duk. Ajo është asgjë, nothing, e hapër qef. Ecim, ta provoj një tjetër se mori uria. No, dakord, po ec. Ndale. I nisi 2, po vash me ritmi se do të flasin e do han. Mirë jo. Të kjo, Unë them ti heq fare këto dikse ta. Bëjmë bisedë se grita dume. Ti bëjmë kështu, reverse. Bëjmë thjesht bisedë. Ore, sy do më skuqen mua, deri. Po që ha me qejf. Dakord. Ecim. Tani që më thua ti Feri, pse emri Feri një? Fairfax. Emri Fairfax. Po Feri më ngeli aty tek ferma se për shkurt. Feri. Si e ke emrin vërtet i ore? Emrin e vërtet e kam Rafaela. Rafaela e ke? Po të pasaportës. Po të kashkës në identitet. Pasaport. Po në pasaport para ke Rafaela? Po. Në atë shqiptare e ke marrë kanadeze? Po kanadeze kam fare, pastaj tani duhet marrë shqiptare. S'kam shqiptare, jo. Tek ty, 15 vjeç nuk ma prek çik më shumë atë të modës. Si erdhi kjo që 15 vjeç të pa dikush? Unë në Toronto, ku isha thjesht eca në afër CN Towerit, ku është zona kryesore në downtown, në qendër. Okej. Edhe rastisi një agent, se kështu dalën agent në përqytet dhe shikoj njerëz që nuk i njohën për fytyra të reja. Më tha, unë isha në moshë, kështu që duhet prezantohesha me ti me më, shkoja. Edhe më tha që duam numrin e mamas tënde që të vini për një takim, se kemi një kontratë që mund të ishe interesuar për modeling. Mendoj që je risi. Edhe i thash mamit, mami tha, okej, ta provojmë, shkova edhe më doli që më pëlqyen shumë, bëra kontratën dhe vazhdova. Ke punuar profesionalisht, vetëm si fotomodel apo edhe në sfilata? Edhe në sfilata. Edhe në sfilata? Po.
kam qenë tek New York Fashion Week, në London Fashion Week, Miami Fashion Week. Çfarë thua? Dhe pastaj isha për Paris Fashion Week edhe për Paris Fashion Week edhe për Milanon. Po ndodhi incidenti në pikën time, në pikë të karrierës, ndodhi kjo që këputa ligamentet duke bërë ski, se dhe nuk rri në një vend. Je lëvizshme. Jam shumë e lëvizshme, ngela ajo sporte edhe bëja ski që kur kam qenë e vogël profesionalisht. Çfarë thua? Po. Derisa një moment ndodhi edhe ajo të ndaloj pastaj në karrierën tënde. A është industria mirë paguar ajo dhe edhe një pyetje tjetër kam. Pa dashur të paragjykoja s'pak, po mënyra se si ne perceptojnë modelet, ke parasysh ato gocat që janë shumë të dobta, të holla, më të gjata. Si funksionon kjo industria? Apo stilet caktuara kërkojnë karaktere personazhe të dimensioneve të ndryshme? Po, varet nga brendet. Varet nga brendet. Për shembull, ka brende të ndryshme siç është Versace, Dolce & Gabbana, që kërkojnë personazhe më shumë se sa vetëm një modele holle bukur ose e thjesht. Që t'i përshtatet më shumë lukut, të ketë një goditje right away sa e shikon. Tek e treta para se të flasim për gjëra të tjera. Hajde. Ngeli çik patate aty mund ta. Të tretën. E treta e vërteta. Si është kjo? Pa. U përvelove më duket. Ndje. Ndjeko i kam haruar. Mos të djek më. Samiri pas ke bërë thonjën këtu, sa ke dalë nga firma, se aty ishe bërë... Isha bërë lemeri. Lemeri. Lemeri, Gjano. Qa ka Fairfax, dogji? Po një qik. Dogji qik, ha? Një qik, po. Tolerante. Po të pëlqejnë, ha? Mirë, janë duke në kështu si shtes paleje. Ore janë piktura, se pi edhe i artit, i ke qejf, janë të gjitha të pikturuara, shifin. Qa thumi, si të pikturuara? Ore, një nga një. Qa thua? Nuk kanë gjithë se asgjë, janë... Po i heq ato, kur vete i kanë komodin, apo i mbajnë gjithë? Jo, i mbajnë gjithë me vete. Ke leje për to? Kam. Përshëndes Irenën që mi ka bërë, yje. Reklame presim të. Për Zakari, përshëndesim dele. Mund të mjapësh dhe mua i zgjidhje që jam kështu si kur ka punuar are? Jo, merret vetëm me VIP-a. Nuk merret me ty. Të na fale shumë Irena. Faleminderit ju. Jo ti ta fut sot ore. Jo ti ta fut sot. Çati pyetje kam kushrin e vogël, mund thot çat doj, se ishte ndonjë tjetër. Çfarë bëj, asgjë s'do bëj apo që. Nëse, si nisi kjo pastaj pasioni për la muzikë? Un kam pas një barbershop në Toronto. Si ke pas një barbershop? Hapa një berberan. Po. Ke qenë berbere? Duhem për meshkujt? Sepse di unë të gjë. Që i qefje çuna, po kishe qef dhe këtë? Po. Sa interesante. Për çuna e kisha bërë high class, që ishte shërbim alkooli gjithashtu, pastrim fytyre, vetulla, gjitha këto shërbime. E kishe qef këtë pjesën e? Po, estetikën e kam pas gjithmonë shumë qef. Okej. Edhe pata një bashkëpunim me dy persona tjerë. Po, normal. Kelly Barber House. Kelly. Po. Edhe e bëra këtë. Kjo ishte para se unë të kisha incidentin e gjurit. Okej. Zjati 2 vite si biznes. Okej. Dhe pastaj mu desh tashisja sepse nuk është duhet i rria mbi kokë. Sa merrje për një qefje kot për kryestet? Çmime kanadeze. Se sa është çmime kanadeze? Ku di Po unë kisha pak VIP, domethënë. Pa alkool tek $60 kanadez. $60 një qefje. 70 vare nga çfarë floku kisha gjithashtu. Ku ti merr? Joni ti shumë bezoj $8 mund i marrë. Mjori në rëdi frish me tharë se qepet. Ore na përvëlloj kjo. Të dojë? Ua! Êshtë? Êshtë djekse? Êshtë 4 më shumë thua? Po, hajde. Ja, kjo është e but, kjo është. E çmu desh që e zërangoj. Sa e mirë kjo. Çmu desh. Dale çik se. Më shumë e mirë. Unë kam filluar edhe në gjyshu. Mos bëj hile. Kam mësuar me sedër ti është e drejt. Joni ora, afro aty. Ore si kam emrin e drejt për drejt më. Se ku e ke, si e ke emrin ti që e ke drejt? Fair. E dale se do mbytem. Mos u mbit. Mos u mbit. Nëse, fillohet të prodhojmë muzikë. Fairfax, e di, fair e drejta. Fillohet të prodhojmë muzikë, vazhdojmë. Si fillohet? Dohet të prodhojmë muzikë. Po. Apo fillova duke luajtur muzikë në barbershop, mora atë DJ, pajisjen e DJ-t. Qa thua? Po. Edhe kur s'kisha klient,
rria dhe luaja për qefin tim. Kishte klient pasaj që prisnin edhe argëtoheshin luani tek pajisja, një pajisje e vogël. Ndërkohë unë kisha bërë studion që ishte sa gjithë shkallët, ishin 2 hyrje përballë njëra tjetrës. Pasion fotografia, kisha bërë një studio fotografie të vogël dhe një studio barbershop ballë për ballë. Okej. Që kishte edhe njerëz që donin të bënin foto, gjithashtu ndërkohë që sa mbaronin prerjen. Ishte në fund gjithashtu. Po. Edhe funeral. Është e vërtet. Jo, interesante, bravo. Sa vjeç ke qenë këtë kohë? 21 vjeç. 21 vjeç. Domethënë kishe edhe fotografi edhe berberan? Po. Okej, nice. Po. Se dia unë këtë? Sa kishe treguar? Po s'më nje, nuk më nje mirë. Po s'më nje kush as më nje, duhet më njohësh. Shqyr që na bëri flak fare Po, pra, tamam. Të bëhemi. Tamam. Dhe nisi ekspozimi i parë. Ç'ne vendimi për të kthyer në Shqipëri? Vendimi për të kthyer në Shqipëri. Erdha për me pushime. Pastaj pata një bashkëpunim. Ai bashkëpunimi më pëlqeu. Thash me vete, pse jo? Ta provojmë dhe Shqipërinë. Tu propozua apo e propozove? Mu propozua. Tu propozua. Po. Kishe bërë muzikë deri atëherë? Po. A kishe bërë diçka? Kisha bërë, po. Njoha Alessio Aliaj, që u bë menaxheri jon. Përshëndesim. Alessio, dum fort i dashur. Po. Edhe Si e tha po thot. S'mos ikën vëmendje aty më. Po thot. Po. Thuaj më me sinqeritet Alessio, thuaj. Alessio, të dua shumë faleminderit për çdo gjë që ti bën. O me sa nerve. Të lutem, më shumë data, hajde, vru. Dhe bravo. Verta Ndezë. Ashtu, hajde. Okej. Edhe Njohem Alession. Njohem Alession. U bë menaxheri jon. Bashkëpunimi eci mirë, vazhdoi gjithë verën, pastaj unë vendos që të bëj pushime të tjera vetëm. Them, po ikin në Barcelonë, në Spanjë. Pa ide se sa do rria. Tash do rri një javë. Mora një bilet vetëm vajta. Më pëlqeu shumë Barcelona. Tash me vete, po sikur të rrinë çik më gjatën këtu. Ndënja, 1 muaj, 2, 3 s'rria dot më shumë. Duhet ikja. Më doli një bashkëpunim tjetër. tjetër. Nuk e do pse s'rri dot më shumë. Punë vizash. Punë vizë, dokumentash. Se me qef do rrieti. Po, me qef Barcelonën unë se lia më. Se ndan më? Jo. Pëlqen Europa? Shumë. Po pse Europa në vend të... Nuk e kam njohi Europën unë ngelandi nga Amerika edhe shqyr që pash bot me sy. Pse çka ka problemi ka Amerika? Po s'është. Shqyr pa bot me sy? Po pse çfarë është Amerika? Po s'është njësoj, aty janë të ftohtë njerëzit, hypën në makinë 3 orë të bën rruga. Nuk shë njeri me sy, e merr kafen nga dritarja, ikën punë tënde, nuk... Ashtu, ha? Po, shumë vëndi Kisha plan t'i në Kanada, s'do vizë, s'do shkoj. Nuk ta rekomandoj. Jo? Jo. Po ku të shkoj? Në Europë, më? Në Europë? Tuash, Itali, Spanjë, po. Unë s'kam vajt në Itali dhe them Itali, e kupto? Ku kemi vajtur, do me thënë? Kroaci dhe mund gjithmonë, Kroacia shumë buke qenë. S'kam qenë, jo. Shkoj dhe do rinja 3-4 vjetë. Qa ka Kroaci? E shtrem, po pse këto qa janë të lira? Nese. Po me qa lekësh jetoni ju ki shkoni për Barcelonë për? Ore, unë kam për një të mirë. Një të mirë unë e kam pas, se u bëm tani. Unë kam punuar që për... Pikon, është... Në vdishën e këtë. Malli. Kam pas një të mirë, kam punuar që e vogël, edhe nuk është se harxoj shumë në për brende, nuk harxoj shumë. Nuk e shpenzime? Jo, nuk kam shumë shpenzime. Jeton me kursimet e tua? Po. Qa thume, ke bërë kursimet që tani? E kam bavin shumë kurnac. Qa thua? Se lëshon hiç dorën, fare. Do të vitë turbore, Adi. S'ka shanse, ore, nëse të përmëndëm na nisë në i lekë, ore. Po nisë një... Kjo ishte fushat. Ide në një gjithë vogëllë. Edhe për nipin, ore. Me bli një makinë më se ngellëm komës, lam nam, jemi dhe vipa. Tamam, ore, ide një lekë, ore, ide lekun, ore. Po dhe për mua, se... Ore, për mua, se do t'jap ty, po... I ndajmë, nese, për gjejsi publike, i do një lekë, vla. Ka i ka kursyra, apo ka shpenzime? Po ka, o të s'kërkoj unë. Hidhe lekun, hidhe se ngellëm gjithë. Nese, po, që thua ti me kursime, nese pak rëndësi ka kjo. Po, me kursime i ruajta edhe... Jeton, mundohesh të jetosh në një lloj forme të krijosh eksperiencat e tua. Ky është luks i madh, në fakt që ti jesh në këtë fazë të jetës edhe të eksperimentosh në për shtete ndryshme, në për qytete ndryshme. Fatkeqësi shumica e shqiptarëve brenda Shqipërisë nuk e kanë këtë fat, sepse janë detyruar që vazhdimisht punojnë dhe të gjenerojnë të ardhurat. Megjithatë, për ty shumë mirë, edhe unë do bëja eksaktësisht një gjë, do eksperimentoja. Nga Barcelona dhe direkt pas pesës. Opa. Që zori frika, jo, no? Pesi erdhi në fillim, da unë këto. Po bëhen më keq, a? Jo, më ja.
Hajde. Djegsh në ferr. More vesh që s'ke parë emision e Kuçës. Pyet këto pyetje. Se kam parë. E ke parë. Po nuk e diti që bën më keq. Kam parë, po se kam parë me shumë vëmendje. Jo di la futboll. Ç'ne nga Barcelona në Shqipëri? Okej. 1 minutë. Të pim çikepos se vdiqem. Pi çikepos. Unë e mbarova nga që ishte freskët edhe njëna. Ua, po është e mirë. Tani, dale. Ç'ne në Shqipëri unë? Ç'ne në Shqipëri ti? Unë kisha data, shtëpinë në Barcelonë, çdo gjë e kisha rregulluar. Po bëja aplikimin për të qëndruar më gjatë, që të merrja shtetësinë. Dhe erdha se kisha nënën nga ana e mamit shumë sëmur. Po shumë sëmur. Edhe thash, të vete ta vizitoj se si dihet ç'ndodh. Erdha për 4 ditë, kisha bler biletën e kthimit dhe të ardhjes dhe të vajtjes. Ishte ditë e verës. S'po më ikej. Pse ditë verë ka ardhur? Tani 4 ditë para, po, në mars. Ditë e verës, s'po më ikej. Mami kishte ardhur nga Kanadaja për nënën gjithashtu. E i them mamit, o ma i them, nuk e di ç'kam një ndjesi, them, po unë s'dua t'iki, moj. Ç'a thua? S'dua t'iki, nuk më iket, i them. Po rri, moj, më thot mua, atje e ke Barcelonën, rrit, të rish me mua dhe një çikt, kemi dhe nënën së mur, rrim bashk. Shumë mirë. Ndënja unë 1 javë, 10 ditë. S'po më ikej akoma. Ç'a thua? Kur më takojnë këta të produksioni. Kur thot mama, do ikësh tani ç'a? Fiks. Më erdhi propozim për te ferma. Qa do bësh, më thonë mua, do të futesh në... Ta të fermës, a? Po, ta të fermës. Po ku të kishin parë këta? Apo në përrjetë, në përgjera? Kishin parë, edhe DJ në Overdown kishin parë, se kam luajtur në për Shqipërinë, në Dërmi, në këto palas. E qartë, po e nuk është se streqë vëmendje, një person gotë kështu tër stil, DJ, po... Aha? Të vjen propozimi ti? Nga vi pat njihem. Po e di më, unë së njifja. Po si e vi prandaj. Kjo e vërteton. Edhe... Kisha vetëm, më ka ardhur propozimi 2 ditë para se të fillon të ferma. I them mamit, ore kështu i them mamit, po s'ka mbaruar, thash ta bëjmë gëzuar, hajde gëzuar. Gëzuar. I them mamit, që ma kështu propozim. Ka propozim nga ferma, po. Nga ferma. Pritësh gjysha e gjallë, tha. Duro dhe i qik. Po. Ore, si u bë gjysha njërë? E kam prapë sëmur. Sëmur është? E po tani gjyshe është... Të dua unë no, të bësh më mirë. Edhe unë e dua nënën e të shkuara, se ne bëjmë shaka dhe idiotë, ore. A këto budallë që flasim, ore. Po bëhet më mirë. Më mirë do bëhet. Unë nga të bërit këtë gjën që isha në Barcelonë, duke vazhduar me letrat, me të gjitha, të futem këtu e izoluar, se kisha menduar hiç, fare. Se më kishte ardhur propozim për tek emisioni tjetër Big Brother, dhe nuk e kisha menduar fare ta pranoja. Kishte ardhur Big Brother? Po, i Kosovës. I Kosovës? Po. Po atë të Kosovës ç'ne pranove Bigun dhe pranove Fermën? Ishte momenti, koha. Ishte momenti duhur. Po, mund të më presë, mund të futem te Big Brotheri tjetër, si dihet, po merrti propozim. Do më tani që e nisa unë. Tani që mësove. E mësova tani, ashtu do e pitis. Po nuk është dhe një lloj, Bigu me Fermën. Po, tek Ferma, të them drejtën, arsyeja pse unë më pëlqeu si ide, ishte sepse dajon që unë e kam humbur, ka pas një ferm, ka një ferm në Toronto. Edhe ajo ferma ka gjitha këto kafshët që i kishim ne te ferma, tip vile, njësoj. Okej. Edhe thashë me vete, ide interesante, sigur do ndihem si në shtëpinë time, se atje rria shumë, shpenzonim shumë kohë gjithë si familje. Okej, kuptoj. Edhe thash, ta provojmë, vej ku të vej, po më deshi populli, të më doj, do rri. Kandido zemër me do populli. Fiks. Politikania. Bo, erdi. Ku jemi mërë? 6. Wow, përvëllua më Rudi. Po ha, se le namë. Lash namë. Unë, ta kisha lënë nami në ferma se do kisha bërë në i gjë. Dhe të kisha lënë më shumë namë fermë. Po. E rriti. Qa bën Dani? Qa bën? Po e pështi. Si. Ore, vërtet jemi kushuri njëre, shi qa bën hanga kundër të. Shiko, respekto rregullat. Unë që bëra si bose, tha shumë të Respekto rregullat. Mirë, po ti e hëngre? Po e hëngra. Po ne nuk të pash hadhe një. Tani. Që ka e mirë. Se hëngra mos e gjenë kamerë që bëj. Mos është e para. Po,
Kjo që për pëllim. Ore me. Shati. Dishtim. Iku nofla para se zona jon që ku I shket nofla. O, s'na bëre. Bukur. Ua. Qa ke djegë? O, bo, moj në naime, më kujtove mimozën tani. Ha, E po do më marë Mali shumë moj nëna. dishtim. Dishtim? Të gjithë dishtit. O, bo. Ti nuk flet si Borshoqe. Jo, hiç. Ti kjo flet si stërgjysha ime Borshoqe. Ku e ke gjithë këtë folur të Borshit? Dishtim, thot. Ore u bëra keq. Qa ke? Në qa sensi u bëre keq? Ua, po më pëlqet nga ve. Po ti e mësuar më duket. Të duket, ë? Mos të duket fare, ti je sigur. Ua, dale, se si jam Po okej tani. tregoj çik më e fortë. Diqa vërtet. Rafaela të dija më të fortë. Hajde tani me. Akili me nxorra, unë e fort jam. Rri rahat. Po. Kur mendo. Do flasim edhe për Akilin. Hiren ferm ti. Ua, dale të haj një pas pec, mos e më diqe. Pa për ty. Për ty. Ka marrë dhe uria. Tani ka marrë uria, apo djega, apo... Të dyra bashkë. Ja, gjithë. Ua, E morë veten? jo. Qa ke djeg shumë? Shumë mirë, do rritesh. Qas vret bën më të fort. Ua, Qa ke ka ritmi? Son gjë ti e dem. ua. Mos hajdeni. Do përvëloheni me Rudin. Vetëmja që bën kështu je ti. Gjithë i erdhi Fifi, zonjë. Dale. Alessio. Në fakt, po Fifi është nga Kosova, mor burr. Ua, më dritet goja, more. Ua. Po më ditë ba. Djerës të fëtota. Te 6, a? Si provoj unë këto hiq. E mbyllim. Ka që ishte miq, mbaroj dhe flak fare. E mbyllim. Kjo supozoj se do ishte Rafaela, Fairfax. Ua. E more veten. E mora vetëm. Je më mirë tani, e? Më ka marrë uria, po ha. Ha, ore, jepi drejtim, kurse njëri. Ne s'kemi kursyer njerëz të botës, do kursejmë kursyrin. Dgjoj, në 2 javë që qëndrove në ferm, e para ishe 4 javë në minimum, valla. Ç'po shpjegohet kjo gjë? Fati im I zi, po ku di unë. As vetë se di. Ke arritur të japësh një interpretim pse? Përpiqem. Se për shembull për një publik të gjerë, ato ditë e parë duket çiksi e çuditshme çka kanë folur unë, po pastaj fitove duket që ishin një natyrë sinqertë dhe vërtet, shumë cool. Si shpjegohet? As se kuptoja pse. Të them të drejtën, troç, jam përpjekur mos të bëj analizë. Analizë që mund të më fus në mendime që s'do doja t'i kisha. Okej. Them të drejtën. Nëse mos e bëj. E kam Lere kështu. e kam lënë mendjen kështu se më erdhi çik çudi. Unë Akilin e nxorra, edhe javën tjetër për 3 ditë dola e pa preferuar. Tani, nuk di ç'bëhet. Nuk them dot gjë se që të nxjerr Akilin nga publiku e pastaj për 3 ditë dale pa preferuar në 6 është çike e çuditshme. Po e lëm me kaq. Dakor. S'po I futem me gjërave të Se tilla. nuk jam futas vet, me thënë me thellësigjes. Okej, flasim për eksperiencën brenda. Si të duk? Jam knaq. Je kënaqë? Jam knaq aq shumë, kam bërë aktrim, kam bërë muhabete shumë të lezetshme, jam afruar shumë me Mozën që ka një intelekt shumë të bukur, më ka pëlqyer shumë, ka mësuar dhe jam përshtat shumë me Mozën, them drejten. Është personi kryesor atje në ferm që jam ndier vetvetja me të. E kuptoja, më kuptonte.
Ka shumë aludime nga lojtarë tjerë që janë brenda pjesë fermës që Moza këtë sjelljen që ka, ajo ka pas marrëdhënie të mira me ty, ka pas marrëdhënie të mira kam parë edhe me Akilin e simpatizonte. Por aludohet brenda që këtë sjellje Moza e ka një aktrim dhe krijon ato klanin e saj që i përdor për sulme e tjera me radhë. Ti personalisht që e ke prekur dhe njohur dhe absolutisht ti e ka analizuar në shumë dimensione, ndryshe nga ne që shikojmë nga jashtë. Si të duket, është pretendimi i vërtet apo? Këtë pretendim the kanë ata që janë brenda në fermë. Po, brenda në fermë ka dëgjuar, për shembull që i bëjnë akuzë që i përdor Moza, i ka zarat e saj, qentë e saj, që i përdor për t'i sulur. Të kuptoj. Moza është njeri që është shumë e vërtet atje brenda, po dhe po luan. Është shumë e zgjuar dhe unë i kam studis që të ketë zara ose të ketë njerëz që i përdor nuk ka lidhje. Thjesht ajo rri me këdo dhe kë nuk i pëlqen dhe në jetë reale ja thot troç. Që kemi parë dhe lately me Klodi e kishte ai që doli piktori? A mo ti tani se di si e ka tani, mos bëj kështu tash të lodhem. Ta lodhem, nuk i. Kyri kur dola unë prandaj. Ja, se ke parë nga jashtë. A ka diferencë madhe midis të parit nga jashtë dhe të qenit brenda? Po. Ka? Çfarë ndryshon kryesisht? Kur je aty brenda, Në analizën e lojës, se sigurisht tani ajo ka diferencë madhe nga të qenit jashtë dhe të qenit brenda. Brenda je gjithkohës 24 orë i survejuar, por në them në sensin e se si duken marrëdhëniet dhe gjërat. Kur je nga brenda i analizon ndryshe, kur je nga jashtë i analizon ndryshe dhe cila është mënyra më efektive dhe më e ftohtë? Nga jashtë apo nga brenda? Si je më në gjendje të analizosh situatat? Nga jashtë gjykon visually, gjykon se si ti e shikon një video, se si është filmuar, çfarë është kapur, çfarë është prerë. Ndërsa atje ti e jeton. Ti e shikon 360 gradë çdo sken që po ndodh. Çdo afrimitet, çdo shkelje syri, çdo përqafim që mund të ketë një këndvështrim tjetër në kamera, po ai personi po e bën për një arsye tjetër. Të gjitha gjërat janë shumë ndryshe. Për mendimin tim, tani unë nuk është se kam ndjekur shumë nga që jam përpjekur të kujdesem pak më vete. Ndryshe në çfarë forme? Çfarë sensi? Ndryshe në sensin, për shembull, kam parë në disa video që disa përqafime nga fermerë të ndryshëm janë marrë si flirte në shtëpi. Që unë që kam qenë pjesë e saj, ato nuk kanë qenë flirtime. Ato kanë qenë, ne tani rrim bashkë në një shtëpi, do miqësohemi. Pastaj, kur je vetëm, ke dhe nevojë për një përqafim fund ditës, sepse kush përqafoi ty? Unë me të gjithë jam përqafuar. E ke përqafuar me të gjithë? Po. Unë jam shumë e dashur. Në përgjithësi jam e dashur si jashtë si brenda. E dashur me goca ti, s'ka nevojë të dish. Me të tërë, të them të drejtën, me të gjithë jam shumë e dashur. Edhe kuptova që gjatë rrugës atje unë u përfshiva në lojë, por loja ime nuk ishte që unë të shaja njërin edhe tjetrin. Loja ime ishte më shumë tip strategu që unë... Po pritoj se do të pyes pse ikën nga unë të pyes për një gjë ti më sqaroj gjithë. Po çish ky muhabet e 7 njerëz se ja do ta mbyll tani gojën. Ecim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O bo. Gëzuar se pastaj them që nuk i ha. E ti se ngjeve fare të gënjen. Bëj edhe një. A nuk e bëj edhe një herë. Ishte problem. Jo, është problem. Hap kamerën, shiko varin. Ora do ta forcas me patate tyre. Hajde atje ngjyje mirë. Ha, e njeva mirë. Po shiko këtu, e njeva mirë. Më shumë ore, ç'është ajo? Majën shi. Hajde. E që klasi i shpirtit. Shi si eruar. Po ha mo njeri bevuar. Hajde gëzuar. Gëzuar. Ba. Ore që nga të mira këto. Hajde të shtofshin. Na lyeve shumë. Po unë prandaj se di qa kot, ngella duke e fut të tërën. Tani do duash ti 2 orë të marrësh veten tani, do ale pa bisedë. Unë nuk dorëzohem, deri këtu do vemi. Do vesh deri te sfidë legjendash? Deri këtu do vemi. Ore se s'do rrit merre me pensioni. S'do rrit merre me ata Kanadazë, tani marrë telefon shaj bëre gocën. Ore bëj. Ha. Morëm shumë. Morëm shumë. Ba, në lërë shumë, o Joni.
Shu bëm ëmër, lam nam. U bëm ëmër. U bëm ëmër. Mirë. Dakor. Shiko, doqi? O, më përvëlloj, e. Vale. Shi hakosi, kam në dhe kose. Kam letuar. Me mike, që së bën miku, të pjep kos. freskohem, Miku ti jep kos në ditë vështira. Djegja do menaxhim emocionesh. Dale të shiem, qik. Dhe pas qyr. Mirë, bukur. Tiku? Sa lio kjo? Lio kjo apo liova unë? Shumë fare. Çfarë mendon se bëre mirë dhe çfarë mendon se bëre keq? Dale të marrë vete një herë, se ti atje ke Terezi. Ky është formati, të lutem, duhet përgjigjesh pyetjeve duke u djegur, s'është ideja të marrësh veten, s'kemi ardhur këtu. Ke marrë njeriu e gabuar, më duket. Nuk jam unë për këtë punë, mor, jo. Nuk jam unë për këtë punë, mor, jo. Po ti do të lyesh dhe gjitha sallapin, po nuk Po je. ç'mudesh, unë çik. Po Ç'e pyetja se më morë menden. ç'e pyetje. Çfarë mendon se bëre mirë dhe çfarë mendon se bëre gabim? Okej. Unë kam qenë shumë origjinale. Çka ka aritmi? Ua. Tani? Interesant është që mua më vjen djegja më shpejt se ty, po më liron më shpejt. Shumica e njerëzve. Më kap me vones. Qelizat. Mendo, është çfarë mendon se ke bërë mirë? Ke qenë origjinale. Çfarë mendon se ke bërë Kam qenë keq? origjinale, jam përpjekur ta shijoj fermën në maksimum. Jam përpjekur të njoh njerëzit. Unë kam një gjë të mirë. Me çfarë njoh veten time, se gjithmonë po flas për veten time në këtë moment. Si më sheh një njeri nuk e shoh veten time. Aha. Por unë mendoj që kam një analizë shumë të sakt për njerëzit me një të takuar, një bisedë. E krijoj një lloj ideje se si je, sa i vërtet je, sa shtiresh, and this and that. Domethënë këto situata. Aha. Kam qenë origjinale, por unë kam një gjë që e kam vënë re që aty kur isha dhe nuk dilja dot nga vetja, që ishte. Këtu kam mësuar në Shqipëri. Më fal, se na mbyta. Kam mësuar në Shqipëri. Okej. Miq, vërtetësi të folur. Kam mësuar në Shqipëri që këtu duhet të bërtasësh, të ulërasësh, të çosh gishtin, të çohesh në këmbë. E mori hallin thjesht, ai, po. Unë kam qejf ta marr fjalën në mënyrë E qartë. me edukat. Them, kam diçka për të shtuar, çoj dorën, të lutem, 1, 2, të lutem. Në prime ke fjalën. Po në prime, zakonisht, sepse në atje unë nuk e kam përtuar. Bisedat që kam pas, diskutimet që kam pas brenda në fermë. Domethënë gabimi jot është që s'ke marr fjalën në prime, nuk e ke kërkuar më shumë me konsistencë, po themi, me shumë me. E kam kërkuar me konsistencë, po jo me dhunë. Okej, s'e kërkuar me dhunë pra. Okej, duhet të kërkoj më shumë me dhunë. Jo. E çfarë do kishte Nuk ta dash? vë gishtin në fytyrë. Nuk ta vë dot. Qartë. Çfarë do thoje nëse do ta merre fjalën? Unë kam një Çfarë ste do aty? Primin e fundit kam vënë re pash tek video që ishte komplet prime im, vetëm unë jam folur aty në përcepa. Ishte Indri edhe Romiri që kishin diskutuar gjëra jo të mira për mua, kisha dalë e dy fytyrshme. Me dy fytyra. Po. Edhe kisha koment për të bërë sepse nuk pata mundësi që të shtoja për video që unë pash në. Qartë, pse mendon se kishe kundër ata? Sepse jam shumë e fortë. Okej, po pse mendon se e the që janë fan ata që me dy fytyra? When it comes to Indri, tek Indri në fillim, ditët e para, pati një tjetër lloj afrimi me mua. Unë e kam kuptuar lojën e Indrit që në fillim. Kjo punë e flirtit e Indrit ishte synimi i Indrit. Indri është një aktor i lindur. Tani, ajo ishte loja e Indrit, që unë e kam vënë re që ditën e tretë, që ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, ishte e mbyllur që ky është fut këtu të flirtoj, të kapi situatë. Pse e ke vënë re? Flirtoj dhe me tjerë? Unë isha, po flas për veten time, me shumë të tjerë. Me kush gocë do e pranonte. A flirtoj dhe me ty domethënë? Po patjetër, dera hap kavalerin maksimum. Kujdes Lali. Po, shumë kavalier, you know? Pam një fare, me të gjithë me qenë shumë kavalier dhe pastaj të ndryshosh. Kështu direkt, është çike çuditshme. Do të thuaj tentonte me çdo gocë. Po, edhe pastaj kur e shikonte që me këtë gocë nuk të ecte, kthehet te pllakën direkt, fop. Bëj negativ, po thënë. Negativ, i dilja unë me dy fytyra.
Nga që unë nuk I veja pas avazit, nuk I... E qartë, Qa donte ai, të thënë nuk... E qartë. Baja qëndrim shoqëror, nuk kisha pse, sepse nuk është se kisha qejf. Që paktën po ta S'kisha asnjëri që të mbushte mendjen për shembull brenda fermës që mund të ishte një lloj raporti që mund të kishe më të afërm, nuk po them detyrimisht flirt, po kishte ndonjë model çuni për shembull që ndronte mbi të tjerët aty në gjykimin dhe shihet e tua të çfarë konsideron një gjë të mirë. Jo, të them të drejtën. Jam djerë pak... As unë s'do kisha... Jo, të them të drejtën, jo. Edhe unë me tipin që unë kam... Unë ma di po kërkoj burrë shqiptar. Po ta gjëja atje më mirë akoma do njihja atje. Kërkon burrë shqiptar? Po. Direkt pas tetës. Pse kërkon burrë shqiptar? Direkt pas tetës? Teta, Ecim. Teta, s'mbale morse. Kush ishte teta? Kush ishte teta? U s'kam bledh me veten nga shtata do më është teta. Mua më dekin direkt tani. Kush ishte teta më? Teta është. Se s'numëroj dot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Lyje dhe një qiko, lyje. Një, bo. Tani. Qiqa, lanet, djalo. Ti frise, mos këtoj. E kanë provuar dhe tjerë para te, nuk thot. Nuk Të fryj sa duash asaj. Kjo nuk është një intervistë si gjithë tjerat. Nuk është, jo. Edhe ti si e si gjithë të tjerët. Absolutisht, as ti, jemi të veçantë. Jemi të veçantë si gjithë tjerët, fakt. E mora vete. Ta bëj dhe unë këtë se mos ecën. Do gjë, ndjek e di. Ja, bën yoga, bën nga këto. Bukur, ecim. Pati një diskutim një moment, tani do më jetë t'japim meritën, pati një diskutim një moment, duke sikur afrohem më shumë me Akilin. Shumë thanë që ka një flirt aty, kjo ishte vërtet apo jo? Ndoshta nga ana e Akilit? Kishte një lloj. Po, ndjeva një lloj pëlqimi. Po, edhe ishte një gjë, Akili me gjitha flirtonte. Flirtonte shumë, tërsi. E kishte kështu, buke djathtë, domethënë. Mirë bëre që refuzove, shumë mirë bën kushërir, një burr. Aty ta marrësh për burrë edhe. Është një gjë. Merr me lloj-lloj. Unë po të desha. Po të desha s'kam kohë se të bëj lajka lart e poshtë, të dua unë ty sot. Jo, këtë ta thash si kushërir, tani si prezantues të bëjmë lajm. Patjetër, hajde. Jo, more, jo. Ideja është këtu. E the që s'kisha asnjë lloj në fakt kur e mendoj për këtë kishe, domethënë. Hako sa. E dyta, tani se më thua kishte flirt, po kishte bet gjitha. A mendon se kishte flirt për ty po jo? Kishte. Po. Kishte pëlqim. Kishte pëlqim. Po. Kishte pëlqim. Po. Po pse pastaj ishin disa që kishin pëlqim, ë? Si kishin ndjeve nga disa aty brenda që kishin pëlqim? Po. Thjesht unë Kush ishin këta? do thumbojmë thua. Po të thumbojmë, po s'është një gjë e madhe, Po ta themi, se kam thënë. Po thuaj. Po Akili I pari, I dyti Indri, I treti Adi. Adi? Po, Adioni I Kosovës. Apo po mirë, Adi kështu lule është ai. Shpreh, unë nejse më. KÇK do me thënë. Po KÇK është në tërësia, domethënë çunat shikojnë, mos krijojnë ndonjë situatë mëse normale. Unë po të kisha vërtet pëlqim, do kisha treguar pëlqim real. Po që ta bëja pëlqimin për loj, jo. Më jepe, jo. Po shiko, ajo është kartë e rëndësishme e formateve reality. Nuk jam unë për këtë. Mund të bësh sikur tallesh. Prandaj jam këtu sot ndoshta, se prisin të flirtoja me këta. Po jo të flirtosh, po mund të bësh sikur të bëja, po ja. Po lojesh. Një herë që Akili mirë bëre, për mua mirë bëre. Një herë që Akili mua afrua. U duk sikur kishit një komunikim. Po, patëm një lloj, thjesht se unë byta. Mos bëj delikat. Unë ndjeva pak. Unë ndjeva çik. Po. Më fal dashur. S'ka problem, jo vazhdo. Unë ato gjëra nuk asnjë jetë reale, jo më për lojë ti bëj. Domethënë, luaja me Akilin. Bëm, kemi pasur. Mirë, nëse ai të kishte qef, kjo është ideja. Nëse ai të kishte qef, përse donte të dilin të bashkë? Atë e kërkova unë. I kisha thënë Akilit, ishim të 4 nominim. Po. Dhe I thoja Akilit në ato 3 ditë, I thoja Akil, inshallah më plotësohet dëshira
të dalë me ty kokë më kokë. Pa i pse thoshte që do të nxjerr ti? Po me sa duket kishte më shumë shoqe gresën. Edhe unë nuk ja luaj ta lojën që donte ai, kështu që përcille këtë. Pra i tentoi, po them një lloj flirti, nuk ja doli dhe pastaj tha po e nxjerr. Po, Ironia e fatit? sepse me sa kam kuptuar unë atje brenda, unë nuk e pash lëvizjen e Akilit që la gresën të vente t'i binte gongut, nuk e pash. E mora vesh kur u futa brenda tek ku bëj emisioni, te Arena. Më thanë disa njerëz që kështu bëri Akili, thash, oh, okej, se ishte çik lëvizje goditje poshtë brezit, si i thonë, që nuk e prisja se është me e drejtë që më lër me konkurentin që Qartë. është e thënë të dalë. Po kishte shumë ego dhe shumë guxim që mendonte se ai e kishte të fituar me mua. I dukesha lojtare e dobët, sepse nuk shaja njërin e tjetrin. Me sa kam kuptuar unë, se unë që kam qenë lojtare aty kam pas shumë dinamike, kam nxjerr shumë njerëz nga vetja. Është më se sigur që dhe vetë ata e kanë thënë kur kam dalur. Okej. Por Kush e ka thënë? Soni Malaj, Ola, ishte dhe Adi, kishin edhe Dona, ishin në një zjarre dhe patin diskutim që ajo i duhe shtëpis, thoshin, ishte personazh shumë dinamike, kishte... Se unë me vetë Sonin kam pasur një diskutim. E qartë. Ke pas përplasje me Sonin? Po. Me këtë tjetër ke pas përplasje me Me Akilin. Me Akilin, me Sonin? Me Indrin kam Me pasur, Indrin. po me Gresa donte shumë të përplasej me mua me gjëra pa lidhje, po unë kisha një gjë atje brenda. Nuk më pëlqenin diskutimet e ulta, gjërat që qa do shikoj publiku te kjo, Po që si ka publiku atë do, Lale? Publiku do ziu shkriu, nuk ka... Në jetë reale, unë për shembull nuk e bëj vetëm për Dakor, një palë çorape. ajo është zgjedhja jote pastaj, po publiku Exactly. atë do, publiku do budalliqe kot, kupton? Publiku atë do njerëzit që zihen e të rriqen e shahin për budalliqe, se çfarë do Unë nuk u publiku? futa me këtë ide. Unë u futa me idenë që publiku do të shikoj njerëz zillëk, do të shikoj diskutime të larta, me sinqeritet, të shikoj muhabete që kanë ke dëshirë Shiko, të dakor, dëgjosh. po nivele shumë të larta diskutimi dhe pa prodhuar këtë tjetrën në historinë e të gjitha reality show vetëm një Moza Ahmeti është që i bën, kupton? Dhe i lumt. Dhe i lumt, pa diskutim, kupton? i Nuk kemi lumt se- parë person tjetër që të luaj vetëm kartën e mirësisë dhe diskutimeve të larta e kështu me radhë. S'kemi parë në fenomen, asnjë fenomen tjetër në këtë Është reality. fenomen, Kështu që ej, nënda. Edhe do të zgjodaj, si më shikon. E di ç'më thoshte Mimoza? Ja do ta them pas kësaj. Pas kësaj. Nënta! Nënda! Po shumë po mbaruan pyetjet. Jo, re, kemi pyetje sa duhesh. Po ç'to bëjmë pastaj me salsat? Na rujt. Nuk bëre, jo. Hajde. Ore, seriozisht hapni kamerat. Ha në një salam tyre, ha se kemi dhe sponsor. Gjere duke kërë patate. Kjo ishte, bu. Ljeva shumë, ore. Po, ljeva shumë, Ka i kunofu, Si sa ka blije. Hajde gëzuar. Sa ljeve ti? Me qa, që kemi Si sa kam gëzuar lye? me tonën, hajde. Opa. Po, ljem shumë. Nuk e adho këtë. Ja, do da. Se e lashë, Hajde dali se të shohun. E pe, ta dregova. La lyen shumë, a provloj. Ba. Pi qik birë, pi, gëzuar. Po qa piqik birë tani, do të Hajde, vdesim ma. në emision për setër tani. Po shqyqyr që dole mo të pim një birë bashkë të dishtim. Po, Na fave së do kushëri. Më vip se vipat. Së të shoha më hiq. Le, nuk i qeshet më. po, Ftyra i ku po nuk lyhet ai shumë? Nice. Po, qa kokë arju për miza, ore. Përvluan. Kru ka të rritë shpjetje të pyetje. Laje me një patate. Qa pyetje? Qa pyetje në bëjë, në dhari se na përvënove shpirtin. Lyje, thot. E ka thënë dhe Tiranë si lyje me zarar, se të bë zarar, me karar. Nuk duhet, shiko, mos më tregom sa të lyje, dakor? Se për vete lyjeve aty futje çik më, unë e bëra kos atë.
Kisha pyetje, s'më lë të bëj pyetje. Dolën gocat kështu me të gjitha dilin me rroba banjë që lashin, ti, për shumë mirë bëre se jam kushurir domethënë. Shumë mirë bëre, po ç'nenjë nuk dole ti. Nuk doja ta përdorja trupin ose lukun tim si një armë për të qëndruar më gjatë në fermë. Bravo. Edhe e forta ku më dole ti mua tani. Të gjithë çunat atje rrinin më bënin me ruanin. Je në nominim, do dalësh me rroba banje, ma thonin gjithmonë. Se ishte kështu, ha? Po normal. S'ua jap të kënaqësi u thoja. Mua me rroba banje ju s'ka shanse, po ju Rafati në një ditë ndërmik, kështu si pa dashje, se kështu. Ç'është kjo? Vjeta. S'na bëj kush. Ta hajo no? E kujdes se na mëre me vetë. Bra. Ha, po unë... Seriozisht? Unë lyva gjithë sallamin. Wow. Do e mbyllim pas kësaj. Kush është lojtari më i vlerësuar aty brenda? Bravo. Po tani nuk mund marrë shkon si ta duash ti, kushurir. Ka ca rregulla ky emision, tolerojmë, po. Jam me mikun këtu. Kujdesi që si mblet, se i pola mikut. Nuk marrë më kushurin në për emision, nuk u doli mirë, njëri sy e kam kështu 70% shikimi. Nuk di ç'pi, nuk di pse po pi. Çfarë ishte pyetja? Aha. Kush është lojtari më i nënvlerësuar, cili është lojtari më i nënvlerësuar? Ku më ke dalë ti mua? Më i nënvlerësuar i kam qenë unë. Ke qenë vetë, Po. Po, shumë mendoj. Kush po, do ta argumentosh sepse? Sepse kam pas shumë dinamika, i kam nxjerrë njerëz nga vetja, kam pas qëndrim, nuk më është dashur të shaj njerëz se nuk e kam në tip. Dhe shumë mirë ke bër. Këto. Dhe më ka ardhur çudi se publiku nuk ka pas shansin të shikoj se nuk është se i ka treguar. Jam treguar. Gjitha dalim. Por hajde. Nëse. Kush lojtari më i mbi vlerësuar i lojës? Më i mbi vlerësuar. Mund të them Ilir Shaqiri? Më i mbi vlerësuar është Ilir Shaqiri. Shikoj, Ilir Shaqiri ka lënë një impakt negativ tani, duhet thënë. Po pra, mbi vlerësuar që unë nuk mendoj se duhet të mbi vlerësohet me sa kuptoj unë pyetjen se mos ma merr kështu se shqipja ime. Jo, mbi vlerësuar. Po me thënë që nuk duhet jetë aq i mbi vlerësuar sa është në të vërtetë. Qartë. Po. Mendoj se po. Për arsye pse kam shumë respekt për të, po arsyeja pse unë e them këtë gjë është sepse fjalori. Mua nuk më pëlqejnë fjalët e pista, nuk jam pro e ti mund të diskutosh, mund të thuash kesh argumentet e tua, po që ta prishësh gojen, mua nuk pëlqen. Dhe Iliri ishte një nga njerëzit e vetëm atje që e thoshte fjalën e pistë të parën. Kjo gjë mua më vriste veshin edhe inteligjencë shumë është Iliri edhe unë nga jashtë që e njoh më personalisht. Edhe nuk ka personalisht. pse të shaj, sepse ka inteligjencë që s'ka pse të shaj edhe ta prishin. E mbase është pjesë e karakterit ti, unë nga jashtë që e njoh sa e njoh, domethënë nga jashtë që dikur kemi bashkëpunuar edhe në Dancing with the Stars nga sa ku më zhdukur shumë i sjell shumë i mirë, mbase është lloji i karakterit që ka zgjedhë këtë brenda saj, po megjithatë nuk di. Është pjesë e lojës ajo. Pjesë e lojës, pjesë e lojës. Pista sepse vura re që fjalët e pista të Ilirit nxirrnin njerëz të tjerë që thoshin akoma dhe më të pista se ç'i thoshte ai. Qartë. Mbase është pjesë e strategjisë ti. Po, patjetër. Si të duket kjo marrëdhënia Vanessa Indrit? Dje ishte tragjikomedi ishte u bë ajo dje. U bë telenovel. Telenovel, po. Po turke fare indiane. U bë indi. Turke shumë mirë. Po, indiane fare, po. Ç'a bëhet me atë tani? Mendon se kjo është ti që e njeh nga brenda, mendon se kjo është një gjë që është një lojë që bëjnë ata? Apo është e vërtet? Mos harro kurrë. Indri është aktor. Vanessa është një vajzë e vogël, 24 vjeç, më duket me sa. 24 vjeç kishte nga 3 fëmijë dikur, po. Nuk është aq e vogël. Po mirë, e kam. Nuk e quaj, shiko. Relativisht e vogël me çfarë ka atje brenda. Dakor, në raport mbase me Indrin është më e vogël, po nuk është i vogël. Pak më naive, pak më e chilter, pak më qartë, karakteri i saj. Po, me çfarë kam njohur unë se kam pas biseda me Vanessën edhe është shumë gocë mirë, ka dalur në një mënyrë shumë jo aq të mirë këtu jashtë, dhe më vjen pak keq për të dje, domethënë më ka prekur shumë që e shikoja në atë lloj situate, se nuk ishte e denjtë për të, nuk e meriton që ajo të shfaqet në atë lloj mënyre të qaj për një mashkull, sidomos për Indrin. Indri është aktor, po e vën në lojë, po e përdor. Ti thua që Indri është duke aktruar, kurse Vanessa jo. Patjetër. A ka përgjegjësi Vanessa në këtë histori? Vanessa ka ndjenja. Vanessa
edhe atë që bëri me të dashurin që kishte jashtë, ishin sot, e bëri sepse ajo vërtet u përfshi me ndjenja atje brenda për këtë djalin tjetër, që është Indri. Indri e përdori këtë gjë. Me çfarë njohun me ata të dy që i kam takuar atje brenda dhe i kam parë në situata të ndryshme. Pra ti thua kur ke qenë brenda, Indri ka flirtuar dhe ka tentuar që të krijojë situata me disa goca dhe me Vanesën i eci situata dhe ka përdor Vanesën. A mendon se mund të jetë sinqert, ai deklaroi mbrëm tha që unë do dal nga kjo lojë. Mendon se ishte e vërtetë ajo apo luajti bllofin me idenë që vëmendje. E bëri për vëmendje, nuk do dilte vërtet. Shiko, një njerëz që do të del. Do dalësh, do Leonida. Tha unë do dal, mori valizhet dhe iku. I qëndroi fjalës, nuk thuhet llafi edhe të rrish. Normal që do i lutej Vanesa, sa ajo po qante më për të. Dakor, ja, më shumë e lehtë ta etiketosh si tillë. Po bëj avokatin e djallit kotun. Thjesht po prezantoj idenë që mos vall janë të vërteta ato që thotë ai, pra se nuk dua ta se është e lehtë të gjykosh të tjerët. Jo, je sigurt se ti e njeh më mirë. Ka thënë jam me dy fytyrë për mua që sinqerisht nuk e di ku e ka parë, se hajt më të kishte një situatë që të ashtu tregonte këtë gjë. Nuk e di ku i ka parë. Më erdhi një ditë kur isha atje, më tha, kam një muhabet për ty, mos ma merr për keq. Çfarë thash? Të dua të mirën, më tha mua, edhe ti ke ndryshuar, sepse unë fillova të njihja çik njerëzit atje. Dhe nga njeriu i dashur që isha, fillova të kisha qëndrimin tim. Nuk përfshihesha në grupe, nuk doja pse të mbaja anën e grupeve, po mbaja anën e të drejtës, siç ka emrin Fairfax, e drejtë. Fair do me thënë e drejtë në shqip, nga anglisha në shqip e drejtë. Unë jemi kesha ime. Qofse s'ke të drejtë, s'ke të drejtë. Unë do të qëndroj me të drejtën, kushdo të jetë ai personi. Me sa duket Indrit isha duket dy fytyrësh me unë, sepse unë rria me të drejtën. Edhe tani po del me 7 fytyra, Indri. Se 2 që nga pak. Keq për të. Për Jonidën më komentoj çik, ju njiheshit nga jashtë. E ka mike. E ke mike Jonidën? Po. Brenda u duk sikur kishit një lloj tensioni, një lloj, nuk u duk aq shumë miqësia. Ishte pjesë e një loje apo ishte pjesë e të qenit brenda formatit, si është? Ka qenë pjesë e një loje e gjitha stisur kjo ana me Jonidën, sepse mike jemi jashtë, s'kemi se ta bëjmë dhe në emision, mike edhe të bëshim bajat kot. Pastaj unë nuk harroja ndonjëherë që ishim në emision edhe veja e puthja e përqafoja, i fërkoja krahët, harroja që duhet jemi rivale këtu jo mike. E qartë. Kështu, po. Shumë mirë. Po, jemi tek finale, kemi dhe pyetje të tjera. Erdhëm. Tani, më tregoj çik para saj, më tregoj çik Mozën nga afër, si është? Është një dashuri. Është vërtet aq e mirë Moza sa duket nga jashtë? Është më e mirë. Çfarë të impresionoi më shumë te Moza? Moza kishte një sinqeritet të bukur. Se ju afruat shumë me njëra tjetrën. Ne kemi fjet bashkë, kishim lënë ditën që unë dola do flinim bashkë gjatë natës, se fjetëm mbas dite. U puthëm, u përqafuam, putheshim, ajo në qafe, u grim domethënë. Vishnim rrobat e njëra tjetrës, shumë nice, diskutime shumë të bukura. Moza është shumë artiste, unë i kam shumë qejf poemat edhe kishim një gjë shumë përbashkët tek mënyra e të menduarit. Mënyra se si mendonte Moza unë e gjeja veten gjithmonë. Edhe kishim shumë diskutime, shumë biseda shumë të bukura që me orë të tëra të rrije me të kënaqeshe. Kënaqeshe. Më thoshte edhe Mercedes. Pse? Se unë ishte duke isha Mercedes, Marilyn Monroe, Madonna, Primavera, ti nuk je për këtu, ti je për Hollywood, më thoshte Mimoza, më kishte quar, nuk di më. Mbase nga që më kishte mike, thënë. Po të kishte qef më mbase të pëlqente. Po. Kishte një afërmëtet shumë të mirë. Po. Më mungon, nga ajo shtëpi më mungon shumë Mimoza Ahmeti. Po ta fitoj thua? Po. Inshallah o Zot ka durim të merret me ata njerëz që janë atje brenda. Vetëm këtë i lutem. Se thua mund t'i humbas durimin vetë? Po, mund të çati. Mendon se ka një risk për shkak? Dua unë këtu me këta. Ika. Po normal që po. Nëse se besoj more, do duroj deri në fund. Inshallah, unë atë mendoj çdo ditë që inshallah kjo deri në fund. Sfidë legendash. Do dal vet. Sfidë legendash. Opa, erdhi momenti. Hajde bie ti ta shoh një herë sa do bësh. Ç'është kjo? E mo tani aq lyej edhe ty. E pe. Hajde bëj dhe unë. Po aq lyej edhe ti mo tani bollësh ta zëshë. He mo aq. Gëzuar.
S'na solli në një epos të ri, more, të Po ftohtë. silli më epos. Ha çik salam. Nuk do na sjell epos, jo. Më. E drejt, po. Po e marr vetëm me të mira, më do e ha, po ha. Ja, shihe, se pasaj thua se pe, se hëngre. Ha. Hajde, na bëft mirë. Mos e provoni këtë, kush do vinë bas meja. Ua. Da, doli shumë. Bë. Problem. Çfarë sot akullore? Ua, më dhe më veshët. Ç'është ajo? Ka ngrirë, më ka lënë ngrirë, është e gjemë. Ba. Bru. E more. Urdhëro çik birë të tot. Është akull fare. Ua. E poftoj që gojen më hëtë, fujdi çik birë. Ua. Përbëlloj. Qesh. Ua. Ua, qeshti. More ka methe. Ka mos e s'ka vdek njeri nga djekset. Na maruan birrat Erindo, birra, lutem. A ti ke buzëdor ishe... Dridhe gjithë. Qa Po ma dri? merr me miza. Nuk e di po dridhe ka brënda se ka jashtë po shoh gjol. Ose po dridhe dhe vetë dhe duket sikur s'po dridhe shti po. Me miza po ma merr. Ty të shoh kështu. Ha? Ja mund që shkëlqej. Kete një xhic këtu, nuk e di nga se ke. Ha? Ha, është e ylli shkëlqej po. Pjesë e shkëlqimit. Bën puna jo, ta bide unë. Be lapela shute ajo, po. Provo. Bëka. Tëftore, për zotin, po kotë se bëjve. Na, për të luan buzët. E kap seriozisht, ore, disa efektive zgjero, do ta provosh ta lapësh. Se nuk dukesh kamera, nuk da... Tani çfarë planesh ka Fairfaxi? Plane shumë bukra. Ha, më thuaj çik. Do më shikoni në për Shqipëri, Aha. jugun do mbushet plot me Fairfax. Aha, do ketë kështu data gjëra. Kemi data të bukra shumë, botet më të bukra me ekskluzive të Shqipërisë. Okej, mrekulli. Edhe këngë të bukra, 29 maj kam lancimin e këngës time të parë me një bashkëpunëtor nga Afrika, afrikan që jeton në Michigan. Okej. Udora. E ka emrin pa. Okej, po ke ka dalë kënga, mund ta ti Ka dalë, po ta tregoj. Ta bëjmë një play. Po. Ta lësh direkt telefon. Veç për ty, s'është luajtur gjikundi, ashtë ferma nuk e kam luajtur. Hajde, okej, shumë, ekskluzivitet. Ekskluzivitet, ta shkojmë një çak gust Do është. luaj dropin e dytë, që se është 6 Ç'është minuta dropi i dytë? këngë. Jo do 6. Okej. Është 6 minuta këngë edhe do luaj vetëm një fragment. Se le si dip gjitha. Dale tani. Je gati? Ha. Afro ande nga mikrofoni. Ashtë. është trip, kështu është. Është. Që sexy. Shkum, si do thoshte klasiku i shqiptarit, e pra se kjo është këngë zvers Logorano ki. Na kam ditë Logoran tani bie nga tuneli gjithë shumë e bukur. Faleminderit. Shumë faleminderit.
Kam akoma, po të Ja, më tregon tani drop tjetër. Shikojmë çfarë muzikë luan ti, se tani njerëzit janë edhe që kurioz. Patjetër. Okej, ja, prit. Dëgjoj. Jetë afro, deep, që ka underground. Po krijoj atë muzikën time. Diçka që nuk është as afro house, as deep house, as industriale, as tech. Po, Shika pak nga gjitha. gjitha, po. Je gati? E pra, është... Okej, më da imagjinoj. Është për shkelësyri. Fairfax, unë duke e ndarë veten time nga të qenit një njeri që të njohë të vogël e të tjera. Me radhë duhet të komplimentoj objektivisht si njeri që më pëlqeu shumë udhëtimi jot brenda fermës, do doja që të zgjaste edhe një çik, por janë ca gjëra që ndonjëherë kështu janë. Fatkeqësisht ose fatmirësisht, nuk i dihet kurrë, mbyllet një derë, hapet një derë tjetër. Të komplimentoj për muzikën që bën dhe unë do jam i pari që do vi tek partit e tua për të dëgjuar e për ta shijuar maksimum. Of course. Do të uroj shumë suksese në udhëtimin tënd dhe uroj që të jesh e vërtet në gjërat që do dhe bën. Shumë faleminderit. Edhe vazhdo kështu siç je, se je në rrugën e duhur. Shumë faleminderit. Miq, ishte Fairfax, ja doli deri në fund, bëri sfidë legjendash, të 11-ën është Për vëllim. Mos e provoni. E di. Duhet të falenderoj gjithë juve që na ndiqni dhe na mbështesni. Sigurisht mos harroni të bëni subscribe në kanalet tona, na ndihmoni për të vjuar, për të prodhuar content, sigurisht edhe follow në rrjetet sociale. Absolutisht falenderoj Eposin, bir legjenda, Shurum Bumbu, e piva inteke unë dashje pa dashje. Sallamet tona me shije dhe përbërës mrekullueshëm, Petalin që ka qëndruar pranë nesh dhe ka ndihmuar të ftuarit. Pesa i butë që ishte mu. Më ka kënaqur, mbarova një. Dhe Argjendari Donaldo që ka gjithmonë një dhuratë për të, po është për ty, po për ty. Ua, dhurata ime e parë që kur kam dalë nga ferma. Dhe edhe para se dile. Po s'dua ta nxjerr vetëra aq bllom. Se do gjynake e shkreta. Po ti ja bën vetes dhuratë më, se je nga ato goca. Normal, ja i lash lesht. E nuk e si quhen ato, ato si quhen Eye Tiger, Sy Tigri, se çaj që kanë një. Jeni gati? Gati jemi. Ton. Jemi janë me Eye Tiger, si quhen ato. Ma shkon dhe me veshjen. Ua, po shumë faleminderit o kush o të shtofshin. Të falenderoj unë ty. Do më ndihmosh ta vë? Apo le se e vë vetë, se që nga këto që e vë vetë. Ja, më të ndihmoj. Hajde. Sa e bukur. Po mos janë mot tani, mos ka ndonjë kështu që të sjell fat kjo. Janë shumë mot, të betojmë, janë super në mot tani këto. Me arë është kjo më goglari janë ato dhe Eye Tiger nuk e di si e quajnë, mos e unë nuk jam dhe aq fashionista. Shumë e bukur. Po di që janë shumë në mod. Më shkon me veshjen. Po, të shkon në fakt. Si ma njifke stilin më kusho. Më vjen keq. Më vjen keq. Më duket. Fairfaxi në flak fare, falenderoj dhe njëherë shumë, e shjova shumë. Miq, ju falenderoj gjithë juve, takohemi në puntatën e radhës deri atëherë, përfshi qef, kalofshi mirë, paqim. Faleminderit që na ndoqët.